Në Shkodër u përkujtuar rënja 5 herojve të Vikut, të cilët u vranë në 21 gusht vitit 1944 në Mirdit. Në 82 vjetorin, institucionet vendore, organizata luftës antifashiste, nacional-çlirimtare dhe familjarët vendosen kurora me lule në shtatorin e 5 herojve të Vikut në njësinë rrethina. Gjatë ceremonisë nuk mungoi edhe vendosja e yllit të kuq para mbustit nga anëtarët e Partisë Komuniste, si dhe nderimi me grusht. Nuk ka një ngjarje më simbolike, nuk ka një ngjarje më dinjitoze, nuk ka një ngjarje më të lavdishme që të ketë arritë të ketë prek këtë maj, se sa ngjarja e luftës në Vik të Mirditës dhe rënia 5 herojve: Ahmet Haxhia, Nocmazi, Hydajet Lezha, Nocdeda dhe Naim Gjilbegu. Jemi mbledhur këtu sot për të përkujtuar 82 vjetorin e rënies së këtyre të rinjve partizan të çetës Puk Mirdit, të cilët u vranë pabesisht në 21 gusht 44 në fshatin Vik Mirdit. Ata u rrethuan nga forca xhandare dhe mercenare pas një tradhtie duke refuzuar të dorëzohen pas disa orë luftimesh në vallpën e gushtit. Mu në Vikun e Mirditës, Stalingradi me 5 vetë, kurorë sa dheut se shishtoi dhe një legjend. Kjo legjend e madhërishme në përsheku i dëgjmoi, edhe pse me plumb në zemër, edhe pse me plumb në gojë. Në këtë ceremoni të përvitshme, përkujtohet vepra e herojve të popullit të vrarë me 21 gusht 1944, Nocmazi, Nocdeda, Naim Gjilbegu, Hydajet Lezha dhe Ahmet Haxhia. 21 gushti i vitit 1944 shënon betejën mes 5 partizanëve të rënë dhe bashkëpunëtorëve nazist në Vik të Mirditës.